Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miqtë e mi. Ja ku po ritakojmë sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të komentuar dhe për të analizuar mbi një deklarate ekskluzive që Robert Sterkaj e ka dhënë në dhomën e rrëfimit. Ju e dini shumë bukur që këtë vit deklaratat të dhëna në dhomën e rrëfimit, ato deklaratat e cilat janë bombë, publikohen për publikun shqiptar. Tani Rogerti ditën e sotme ka përzgjedhur që të prekën me dorën e tij marrëdhënien e Mateos edhe Brikenës, duke thënë në fakt fjalë shumë të rënda. Ai Brikenën e quan dhi të bardhë, do me thënë e quan një femër që është përfituese, një femër që është interesaxhie në këtë marrëdhënie, që s'ka pikë dashurie. Ndërsa Mateon e quan djalin tipik shqiptar tradicional, i cili ka rënë në një dashuri dhe është në gjendje të bënë gjithçka për atë dashurinë. Rogerti thot kështu, që Brikena është një dhi e cila po përdor Mateon që s'ka pikë ndjenje. Ato që besojnë thotë që Brikena ka pikë ndjenje për Mateon nuk janë mirë nga mendja. Dhe në anën tjetër thot, do të del nga shtëpia Big Brotherit, do të shtiret gjasme s'ka bërë një vit seks dhe pas 2 vitesh do të bëhet nën me fëmijë. Do me thënë, Rogerti këtë marrëdhënien e Mateos edhe Brikenës e shikon në kuadër të interesit, në konotacionin të interesit. Tani, natën e mbrëmshme pa marrë parasysh se si do të qëndronte dalja. A do të kishte dal Gimbo apo do të kishte dal Brikena nga shtëpia e Big Brotherit? Përqafimi i Mateos edhe Brikenës, nga ana e Mateos, si gjithmonë, përqafimi është shumë i ndjerë, përqafimi është shumë real, përqafimi është shumë i vërtet, ndjesit janë shumë të vërteta, ndërsa nga ana e Brikenës ishte përsëri kjo luhatja, ky këndi që në fakt e komentoi dhe Ledioni. Tani, Rogerti duke qenë brenda kësaj shtëpie, nuk beson fare në këtë marrëdhënie që është krijuar mes Mateos edhe Brikenës. Natën e mbrëmshme Brikena pati një telefonat nga babai i saj, një njeri që Brikena e ka përshkruar si njeri shumë i ashpër, njeri shumë i ftohtë, njeri shumë i egër, do me thënë një burr që mban atë qëndrimin të ashpër në familje. Unë me atë që pash, do me thënë dhe me atë që u mundova të kap në lajm, të analizoj ndaj bisedës që Brikena bëri me tjatin, Brikena për të disatën herë i kërkoi falje babait të saj, do me thënë ishte e trembur se si po komentohen këto gjëra dhe si po shikohen këto gjëra jashtë. Babai i Brikenës, në anën tjetër, ishte shumë entuziast që vajza e tij të krijojë një marrëdhënie dashurie me Mateon, sepse i kanë parë vlerat e djalit të Mateos, do me thënë e djalit Mateo, i kanë parë vlerën, e kanë parë se çfarë njeriu është, e kanë parë se çfarë qëndrimesh ka, çfarë serioziteti ka, sepse Mateo ka treguar veten gjatë gjithë kohës së Big Brotherit që është një çun jashtëzakonisht i mirëkuptueshëm në marrëdhëniet e dashurisë dhe sidomos në momentin që ti duhet të jesh i duruar edhe të presësh që kjo gjëja të finalizohet, edhe pse Mateo në fakt e kishte nisur para 4 vitesh. Tani unë këtu pak do t'i dal me thënë të drejtën në kundërshtim Rogertit, sepse unë mendoj që ndjenja, sepse fjala dashuri është shumë e madhe, ato kanë njohur njëri tjetrin aty brenda në formën që ato kanë ditur të njohin njëri tjetrin. Unë e di që Brikenës i intereson përtej asaj që Mateo mund të flet brenda kësaj shtëpie. Ajo dëshiron t'i prekën gjërat vetë me dorën e saj, do me thënë të jetë shumë e sigurt, sepse nëse keni dëgjuar me detaje se çfarë ka thënë Brikena gjatë kohës kur është pyetur për marrëdhënie, gjatë kohës kur është pyetur për emocionet e saj, gjatë kohës kur është pyetur për ndjesi në qoftë se do të kishte krijuar me një mashkull apo të krijonte me një mashkull, Brikena ka thënë që unë në qoftë se nuk jam e sigurt në vete, nuk ndjej siguri në veten time, që duhet ta bëj këtë gjën, unë nuk e vazhdoj fare. Do me thënë Brikena gjatë gjithë kohës për një marrëdhënie që ajo do ta ndërtonte, ka kërkuar sigurinë, do me thënë gjën më të vlefshme, që realisht në qoftë se një femër nuk është e sigurt në atë gjën që do të ndërton, atëherë do me thënë e gjithë gjëja humbet kuptimin. Unë mendoj që Brikena, deri në këtë fazë që është, ka arritur të kupton vetëm një gjë, gjën më të sigurt,
që ajo e ka fituar Mateon, që Mateo është i saj. Tani, natën e mbrëmshme, babai i saj i dha një dritë shumë të mirë jeshile, sepse një babai i cili është i mërzitur me vajzën, i cili është i sikletosur me vajzën për veprime që vajza ka bërë, për qëndrimin që ajo ka patur duke mos respektuar familjen, është i egër edhe në momentin që flet. Por babai i Brikenës ka parë dhe komentet, ka parë dhe mesazhet, ka parë se sa publiku shqiptar e ka duar trokitur këtë dashurinë dhe mendoi që natën e mbrëmshme ja dha këtë dritën jeshile. Tani Brikena, me sa e shoh, nuk është aq e zoja për t'i analizuar dhe për t'i kapur këto mesazhet. A do të ketë një puthje mes Brikenës edhe Mateos, pasi që do me thënë Rogerti e ka ngritur më si çështje. Unë mendoj që një puthje nuk do të ekziston mes Brikenës edhe Mateos. Tani qëndrimi i Rogertit me patjetër që do të jetë një qëndrim i tillë, sepse Rogerti dëshiron që t'i nxjerrën banorët sa më keq për të bindur publikun që ai është perfekti dhe duhet ta merr çmimin ai. Do të thënë Rogerti është duke bërë çdo gjë për ta fituar Big Brotherin. Do të thënë lufton masovikisht për të fituar Big Brotherin, ndërsa nga ana tjetër si qëndron e vërteta, unë mendoj që dhe Rogerti thellë brenda vetes së tij beson shumë se një emocion, një ndjesi ekziston mes Mateos edhe Brikenës, sepse nuk mund të thuash ti që Brikena nuk ndjen asnjë gjë, kur Brikena ishte një akull i vërtet, ishte aq e ftohtë sa që me butësi, me qetësi, me ngrohtësi shpirtërore, Mateo filloi që ta zbut dhe Brikena arriti në këtë nivelin që është sot. Unë mendoj që dashuria e tyre ka nisur të lulëzoj, do me thënë i duen edhe disa faza për të kaluar. Nuk ma merr mendja që do të bëjnë lëvizje që ne i presim brenda shtëpisë së Big Brotherit, sepse Brikena ka kuptuar dhe një diçka tjetër, që këtë luksin, këtë komoditetin nuk ja jep produksionit, por do me thënë e mban për vete. Mendoj që marrëdhënia do të shkon në këtë formë, do të kenë do me thënë në të gjithë fokusin e shtëpisë mes tyre, por marrëdhënia do të shkon në këtë formë. Momentin që Brikena do të del jashtë shtëpisë së Big Brotherit, do takon familjen, do qartëson gjërat me familjen e saj, unë jam shumë i bindur dhe do të shikon dhe efektin, unë jam shumë i bindur që Brikena do ta vazhdon këtë marrëdhënien me Mateon. Tani kush dashuron më shumë, ne atë nuk mund ta themi, sepse ka njerëz të cilët i tregojnë ndjenjat, i shprehin ndjenjat, i nxjerrin ndjenjat në pa, siç është Mateo në këtë rast, por ka njerëz që janë pak më të ftohtë në këtë pjesë, janë pak më të egër në një aspekt në këtë pjesën, por kur bëhet fjalë për dashuri, e kanë krejtësisht të mbrëmshme gjën dhe e shijojnë dhe jetojnë pafund. Do të thënë, e tregojnë në formën më të mirë të tyre. Unë besoj në dashurinë e tyre dhe mendoj që jashtë shtëpisë së Big Brotherit do të na surprizojnë të gjithëve.